Partitë bëjnë gati listat e kandidatëve për deputet pak orë para dorëzimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Rama dhe Berisha zyrtarizojnë emrat pa kënaqësinë të dyja kampet. Apeli shtyn vendimin për kryebashkiakun e Tiranës. Velia i kundërshton provat e reja. Përgjimi bisedave me familjen dhe intervistat nuk kanë vlerë ligjore. Edi Rama kërkon votën për Partinë Socialiste më 11 maj se vetmja garanci për antarësim të shpejtë në Bashkimin Evropian. Instituti Statistikave deklaron se papunësia në Shqipëri shënoi rënje të ndjeshme. Sektorët që ndikuan janë industria, bujqësia dhe shërbimet. Ora 19 mbrëma, ky është edicioni kryesor i lajmeve në Vizion Plus. Ishin titujt, shkojmë me radhë. Socialistët kanë gati tashmë listën e kandidatëve për deputet. Edi Rama ka takuar drejtuesit e secilit qark përpara se kryesia të miratonte emrat për garën e 11 majit. Por nuk kanë munguar pakënaqësitë nga të vjetrit që janë renditur në listën e hapur. Pas diskutimeve intensive gjatë gjithë ditës në Selin Roz, drejtuesit politik të PS-s po prezantojnë emrat e kandidatëve për deputet në çdo qark. Vula për kandidatët socialist u vendos gjatë mbledhjes së kryesisë së PS-s që nisi rreth orës 18. Takimet kokë më kokë të kryesocialistit Edi Rama me drejtuesit politik nisën që prej orës 14 për t'i dhënë dorën e fundit listës pas analizës së bërë për punën e kandidatëve. Listat e mbyllura në çdo qark u udhëhiqën nga drejtuesit politik. Kryesocialisti Edi Rama është shprehur se skuadra do të përbëhet në shumicën e saj me figura të reja, përfshirë platformën deputeti që duam, nga ku gjithashtu do të dalin emra që do të kandidojnë në listë të mbyllur. Ndërsa deputetët që kanë më shumë se një mandat në parlament do të duhet të luftojnë për të fituar sa më shumë vota për veten dhe Partinë Socialiste. Pra, forumet socialiste janë ende të mbledhura, se çfarë po ndodh. Do të mësojmë direkt nga Ermal Qori, po Ermal. Mirëmbrëma, në fakt ka nisur prej disa orëve mbledhja e cila ka në fokus edhe një analizë të mirëfill, dhe referohem këtu kur theksoj disa orë, pasi deri në orët e parë të mëngjesit ka pasur një analizë në raport me diasporën, por prej gati një ore kryesocialisti Edi Rama së bashku me pjesëtarët e tjerë pra të skuadrës, si referohem edhe atyre të kryesisë, padyshim me drejtuesit politik të qarqeve, të cilët kanë raportuar një më një emra të cilët janë të mundshëm që do të jenë pjesë e garës së ardhshme parlamentare. Pritet nga momenti në moment që secili drejtues politik i qarkut të dalë përpara Selis Roze të njoftoj kështu të gjithë emrat e vendosur zyrtarisht, ka do të thotë ata të cilët do të jenë në listë të mbyllur dhe një pjesë tjetër që do të jetë në listë të hapur. Ka patur diskutime që nga ora 8:30 të mëngjesit ku nuk do të mungojnë në këtë listë, të paktën sipas zburimeve që kemi deri në këtë moment, disa prej kandidatëve kryesor të cilët vinë nga diaspora. Pa marrë shumë kohë, të paktën 3 prej tyre do doja t'i referosha konkretisht, pasi janë dhe figura të reja, por që duken edhe interesante, pasi dhe këtë herë kujtojmë që procesi i votimit do të shtrihet deri në diasporë, që do thotë që vullneti i qytetarëve shqiptar, ose të paktën atyre emigrantëve që ndodhen në diasporë, do të votojnë. Janë konkretisht Doktor Kristo Papa, i cili në fakt pritet të kandidoj në Fier dhe është kardiokirurg i cili është nga Londra. Kemi nga SBA Erinda Aliaj për qarkun e Vlorës, një kandidim tjetër tepër interesant, dhe në qarkun e Shkodrës Eduard Zadrima, i cili në fakt jeton është në aktivitetin e tij në Kanada. Në këtë moment që ne po flasim, diskutimet ende vijojnë në Selin Roz, ndërsa vetëm pas pak do të kemi mundësi që të mësojmë për secilin qark përkatës emrat referencial, ku padyshim gjatë ditës së sotme ka patur disa aludime sa i takon emrave të cilat mund të jenë pjesë e listës, por në krau tjetër askush nuk mund të shprehet i sigurt, pasi është vetë kryesocialisti ai i cili ka dhënë miratimin kështu para përfundimtar, ndërsa kryesia pritet që t'i miratojë nga momenti në moment. Ermal Qori duke raportuar drejt për së drejti. Çfarë ndodh në kampin demokrat? Prej 2 orësh kryesia e Partisë Demokratike diskuton pra ekipin e kandidatëve për zgjedhjet e 11 majit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka lexuar listën e kandidatëve për çdo qark dhe gjatë mbledhjes nuk kanë munguar debatet dhe pakënaqësitë.
Në qarkun e Tiranës do të garojnë kryetari Sali Berisha, disa prej figurave drejtuese të Partisë Demokratike dhe 4 aleat. Në listën e hapur mbeten disa prej figurave kryesore të partisë si Jorida Tabaku, Ilir Ali Mehmeti, Dhurata Çupi. Në listën e hapur në Tiranë do të garojnë edhe aleatët Ilir Meta dhe Shpëtim Idrizi. Në disa qarqe, fituesit e primareve janë përfshirë në listën e mbyllur, por në disa qarqe të tjera ata janë vendosur në listën e hapur. Për këtë arsye, Hysen Kadiu, që doli i pari në primaret e Tiranës, dhe Dashnor Sula, që doli i pari në Elbasan, ka vendosur të tërhiqen dhe të mos kandidojnë. Të rehat më të fundit se çfarë ndodh në kampin Demokrat do të na i sjelli Olta Blaceri, e cila po ndjek nga afër pra nga selia e Partisë Demokratike. Olta, fjala për ty. Kryesia e Partisë Demokratike miratoi listën e kandidatëve për zgjedhjet e 11 majit e pas pak momentesh pritet mblidhet Këshilli Kombëtar, i cili do t'i vejë vulën përfundimtare listës me të cilin Partia Demokratike dhe koalicioni Shqipëria Madhështore do të garojnë në 11 maj. Unë do t'ju lexoja pjesën e mbyllur të fakt të listës, deputetët e sigurt të 11 maj, qark mbas qarku për të kuptuar në fakt se cili është ekipi që ka përzgjedhur zoti Sali Berisha. Në qarkun e Tiranës lista kryesohet nga kryetari i PD Sali Berisha, më pas vjen Flamur Noka, Edi Paloka, Albana Vokshi, Belind Klishi, Josefina Topalli, pastaj janë aleatët e Risa Gjigjo, Tedi Blushi, Mesila Doda, Fatmir Mediu, Shkleviz Balliu e Besar Xhaferi. Jashtë listës në listës mbyllur, në listën e hapur do të garojë Jorida Tabaku, Dhurata Çupi. Ndërkohë që gjithashtu edhe Ilir Ali Mehmeti, ndërkohë që Hysen Kadiu, i cili doli i pari në primare, ish kryetari i Degës PD-s në Kavaj, ka deklaruar se refuzon të jetë pjesë e listës hapur e preferon të mos garojë në 11 maj. Në qarkun e Durrësit i pari është Oert Bylykbashi, pasojë nga Gen Strazimiri, Manjola Luku, Artan Luku, i përket partisë drejtuar nga Gronduka dhe Igli Cara. Igli Cara e Manjola Luku ka qenë të parët që ishin në primare. Në qarkun e Fierit lista kryesohet nga Gazmend Bardhi, Luan Baçi, Eduard Sherka, Brunilda Haxhia, i cila i përket Partisë Lirisë, e Sajmir Koreshi. Në është Tivi Kaso, Ebledion Albati dhe Ledina Leolli. Në qarkun e Elbasanit është Tomo Realizoti, Edmonda Gjinasto, Klodiana Çapja, Blendi Himçi e Aurel Bylykbashi. Dashnor Sula, i cili doli i pari në primaret e Elbasanit, ka refuzuar të garojë në listën e hapur, duke akuzuar kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha se la jashtë listës së mbyllur për shkak se ai mbështeti prokurorinë e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit si dhe reformën në drejtësi. Në Shkodër është lista udhëhiqet nga Luciano Boçi, është Greta Bardeli, Ramadan Ligaj e Klidi Hoti. Në qarkun e Lezhës janë vetëm 2 kandidatë për deputet në listën e mbrojtur, Agron Gjekmarka e Elda Hoti. Në qarkun e Vlorës është Bujar Leskaj, Atird Hoxha, Ina Zhupa dhe aleati Vangel Dula. Në qarkun e Dibrës janë sërish vetëm 2 persona të mbrojtur, Xhelal Mziu e Denisa Vata, ndërkohë që Ilir Krosi, i cili doli i pari në primaret për këtë qark, ka deklaruar se nuk dëshiron të jetë pjesë e listës hapur e nuk dëshiron të kandidojë në 11 maj. Në Kukës kemi vetëm një kandidat të mbrojtur, ai është drejtuesi politik i qarkut Flamur Hoxha. Në Gjirokastër po ashtu ka vetëm një kandidat të mbrojtur, është Tritan Sheu. Në Berat janë 2 kandidatë të mbrojtur, është Eno Bozdo dhe Zia Ismaili, i cili gjithashtu doli i pari në primaret e këtij qarku. Gjatë orëve të fundit ka pasur tensione selinë e Partisë Demokratike, jo pak kënaqësi, sidomos nga njerëzit të cilët prisnin të ishin listën e mbyllur e nuk janë. Raportimi drejt për drejt i Olta Blaceri, gjithsesi emrat e shumë që përmendi Olta mund t'i gjeni në websajtin e Vision Plusit. Eci mëtej në një takim me socialistët e Vorrës dhe të Kavajës. Edi Rama tha se vota për shumicën është garanci për integrimin e shpejt në Bashkimin Evropian. Sipas tij, e majta duhet angazhohet që më 11 maj të marrë më shumë se 74 mandate. Edi Rama zhvilloi sot një takim me Asamblet Socialiste të Kavajës dhe Vorrës, duke theksuar rëndësinë e veçantë të zgjedhjeve të 11 majit për të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në fjalën e tij, Rama tha se për herë të parë Shqipëria ka një mundësi reale për të bërë pjesë e BE-s. Sot e kemi në tavolinë kalendarin e miratuar bashkarisht dhe të dakordsuar prej tyre. Na kanë thënë mbyllin i negociatat në 2007, pra do të thotë bëni gjithë të shtëpisë,
dhe ne do ju marrim brenda. Kreu i qeverisë shtoi se është e rëndësishme të votohet për PS që puna për integrimin e Shqipërisë të mos ndërpritet. Mjafton një rëshqitje 6 mujore për të mos thënë më shumë dhe nuk arrihet më gjë. Dhe ajo mundësi mund të iki që aty. Sepse ne kemi qenë gati për të hapë negociatat më para, po si ishin ata gati. Kjo është diçka shumë e madhe për të humbur ose për të vënë diskutim nga vogëlsira të tipit jam me këtë parti, jam me atë parti. Rama tha se më 11 maj, PS duhet arrijë një rezultat edhe më të thellë se ai 2021-shit me 74 mandate. Në 11 maj ne duhet i prezantojmë atyre një nocë rock madhështore. Do me thënë, duhet të më ndihmoni që ta realizojmë këtë. Që atyre t'ju çojmë nocë rockun, po një nocë rock aq madhështor, sa ton çfarë i bëm vetes që zgjum nocë rock. Në përfundim, kreu i PS-s i bëri thirrje strukturave të partisë të mobilizohen maksimalisht për të siguruar çdo vot më 11 maj, duke i quajtur këtë një test të rëndësishëm për të ardhmen e vendit. Pas 3 orësh seancë, gjykata e apelit nuk arriti të shpall as sot vendimin për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Gjyqtari i çështjes do të shprehet nesër, të njëjtën, në fakt pas nesër, jo nesër e njëjtë, nëse Erion Veliaj do të vijojë të qëndrojë ose jo në qeli. Gjatë seancës, kryetari i Bashkisë tha se ato që prokuroria i quan prova janë komunikimet e tij me familjarët. Apeli posaçëm shtyu për ditën e nesër me vendimin për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, nëse ndaj tij do të caktohet apo jo një masë me butë sigurie. Në këto kushte, atij do t'i duhet të pres ditën e nesër me në orën 10, vendimin e gjyqtarit Engert Pullumbi. Seanca zgjati 3 orë, ndërsa brenda gjykatës burimet bën të ditur se Veliaj ka kundërshtuar provat e reja që pretendon SPAK të siguruara këto përmes përgjimeve telefonike. Kryetari i Bashkisë u shpreh se ato që SPAK i quan prova janë në fakt bisedat familjare të një muaji që ai ndodhet në qeli. Ju nuk keni konsideruar provat e reja sulmet publike të Sali Berishës ndaj SPAK, por keni konsideruar provat e reja, çimkat dhe telefonatat e mia me djalin dhe familjen dhe interesimin tim për intervista në televizionet kryesore. Mësohet të ketë thënë Veliaj. Kryebashkiaku i Tiranës kërkon shfuqizimin e masës së arrestit në burg dhe kalimin në një masë më të butë sigurie, pasi avokatët e tij thanë se nuk ekzistojnë kushtet që kryebashkiaku të prish provat dhe as të tentojë aratisjen nga vendi. Për këtë, ai ka vënë në dispozicion edhe garanci pasurore, vlera e së cilës nuk është bërë e ditur. Erion Veliaj dyshohet se ka kryer korrupsion pasiv në 9 raste, si dhe pastrim parash, duke shfrytzuar postin e tij si drejtuesi i Bashkisë për t'i dhënë para nga fondet publike shoqatave të kontrolluara nga gruaja e tij Ajola Xoxa. Ky e fundit, e dyshuar për 3 vepra penale, nuk e ka ankimuar masën e detyrimit të paraqitjes 2 herë në muaj, por po nesër i njëjti gjyqtar do të vendosë për lënien ose jo në fuqi të sekuestrës së llogarive bankare të Ajola Xoxës. Ministri i Brendshëm tha sot se policia është gati që të përmbush detyrën e saj për të garantuar zgjedhje me standarde më 11 maj. Tashmë plani i masave është i përfunduar dhe po ashtu edhe trajnimet në nivel drejtues. Drejtuesit e policisë që do të angazhohen në mbarvajtjen e procesit zgjedhor me 11 maj kanë përfunduar trajnimin dhe sipas ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha, uniformat blu janë të gatshme për të përmbushur çdo detyrë që parashikohet në rastet e zgjedhjeve parlamentare. Të garantoj gjithë qytetarët e Shqipërisë dhe aktorë tjerë se policia e shtetit, mbi bazën e një plani veprimi, ka mbyllur trajnimet në nivel drejtues dhe është e gatshme të përmbush në vijim çdo detyrim ligjor, i cili lidhet me garantimin e zgjedhjeve të lira e me standarde të datës 11 maj. Deklarata e ministrit Hoxha u bë gjatë nënshkrimit të marrëveshjes për fazën e 3 të programit Forcimi i policimit në komunitet, i cili mbështetet nga qeveria e Suedisë. Ajo që ne duhet në vijim është konsolidimi i rezultateve, thellimi i bashkëpunimit në nxënës prindër, mësues, staf akademik dhe agjenci ligjzbatuese ku programi do të luajë një rol mbështetës, padyshim,
Oficerët e sigurisë janë aty e duhet të jenë të vëmendshëm për çdo informacion apo incident duke parandaluar në kohë ngjarje të pakëndshme. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda tha se krijimi i besimit ka ndikuar që shumë qytetarë të raportojnë krimin. Fal punës dhe profesionalizmit, sot Policia e Shtetit është agjencia ligjvatuese më e besueshme nga qytetarët, që na obligon të gjithëve të punojmë bashkërisht për të përmirësuar akoma më shumë këtë proces thelbësor, që rrit parametrat e sigurisë dhe shndron Shqipërinë në një vend akoma më të sigurt për vizitorët dhe turistët nga mbar bota. Proda vlerësoi faktin se gjatë 2 viteve të fundit Shqipëria u vizitua nga më shumë se 10 milion turist, ku fatmirësisht nuk ishte asnjë incident. Gjykata e posaçme ka dënuar me 35 vite burg Jemin Sherën, i akuzuar nga Spaku si organizator i vrasjes së Bear Sofis, ngjarje që ka ndodhur në qendër të Tiranës në shkurt të vitit 2021. Vendimi u mor në mungesë të tij pasi Shera vijon të jetë në kërkim. Procesi gjyqësor ishte i ndarë nga 5 anëtarët e tjerë të ekzekutimit të Bear Sofis, të cilët u dënuan një vit më parë me 127 vite burg në total. Jemin Shera, i njohur ndryshe edhe si Bajlozi, u dënua për veprat penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim dhe grup i strukturuar kriminal. Ndërkohë, Spaku ende nuk ka zbuluar personat nga të cilët Shera ka marrë porosim për të kryer vrasjen. Për vrasjen e Bear Sofis janë dënuar më herët me nga 30 vite burg Bujar Leza, Leonard Gjigja, Skënder Vathi dhe Giuliano Visha, ndërsa ekzekutuesi Ernejt Shyti u dënua me vetëm 17 vite burg për shkak se u bë bashkëpunëtor i drejtësisë dhe zbardhi të gjithë ngjarjen. Shifrat e Institutit të Statistikave flasin për një rënje të papunësisë gjatë vitit të kaluar. Sektorët që kanë ndikuar më shumë janë industria, bujqësia dhe shërbimet. Viti 2024 shënoi një rënje të papunësisë e cila arriti një nivel të ri prej 8.8%. Në fund të vitit 2023 ky tregues ishte 10.7%. E thënë ndryshe, popullsia në moshë pune 15 deri në 64 vjeç janë integruar në tregun e punës në vitin që lan pas. Drejtoria e Institutit të Statistikave, Elsa Dhuli, bëri publike shifrat zyrtare sipas të cilave shkalla e punësimit është rritur krahasuar me fundin e vitit 2023. Ndryshimet në tregues janë reflektimi i dinamikave ekonomike dhe sociale të vendit, si dhe i rishikimit të metodologjisë bazuar në të dhënat më të fundit demografike. Të dhënat e publikuara në tremujorin e 4 2024, si dhe për periudhat e mëparshme, do të jenë objekt i rishikimeve të mëtejshme. Bazuar në të dhënat e Institutit të Statistikave, 3 janë sektorët që kanë kontribuar pozitivisht në këto shifra të përmirësuara të tregut të punës. Të 3 sektorët kanë ndikuar, industria, bujqësia dhe shërbimet, por fokusi kryesor ka qenë tek shërbimet. Përmirësimi i shifrave në tregun e punës vjen edhe si pasojë e rezultateve të censit 2023, ku Shqipëria rezultoi me 420.000 qytetarë më pak. Prej vitesh, tregu i punës është në kërkim për punonjës për shkak të emigrimit të lartë. Mungesa e forcës së punës konsiderohet si armiku kryesor i ekonomisë. Tirana ka marrë zyrtarisht titullin kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe i dialogut për vitin 2025. Kryeministri Rama tha se ky titull jo vetëm është një augur i mirë, por është më se i merituar për të gjitha transformimet që kanë ndodhur në Tiranë. Për gjatë gjithë vitit në kryeqytet do të ketë organizime duke nisur me koncerte, ekspozita, një sër ngjarjesh kulturore që do të përpiqen të krijojnë mozaikun mesdhetar në funksion të titullit kryeqytet i kulturës dhe i dialogut. Në zemrën e Mesdheut, me shumë histori, arkitekturë të mahnitshme, kridashet, ndjehet melodia e qytetit. Këtu mbyllet edicioni kryesor i lajmeve në Vision Plus për sonte e martë 12 mars. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.